Nëse gjatë hapjes së kutisë së votimit konstatohet se proces verbali i mbylljes së votimit mungon ose nuk është plotësuar sakt, GNV ose vëzhguesit e subjekteve zgjedhore duhet të njoftojnë menjëherë KZAZ-n. Për ta bërë këtë, ata ngrejnë dorën pa lëvizur nga vendi. Ngritja e dorës nga një antar i GNV-s apo një vëzhgues pezullon menjëherë çdo veprim të mëtejshëm të numërimit të votave. Asnjë hap tjetër nuk ndërmerret derisa KZAZ-ja të marrë një vendim zyrtar për vazhdimin e procedurave të verifikimit. Pasi shqyrton situatën, KZAZ-ja merr një vendim për hapat e mëtejshëm. Ky vendim u bëhet i ditur menjëherë antarëve të GNV-s, të cilët vijojnë me hapat e përcaktuar nga ky vendim. Pas marrjes së vendimit të KZAZ-s, numëruesi i parë vendos kutinë me fletët e votimit, të cilat nuk mund të numërohen deri në një vendim përfundimtar, pranë tavolinës së numërimit. Më pas, ai merr kutinë e materialeve të votimit të qendrës përkatëse. Numëruesi i parë fillon duke këputur vulat me kodet e sigurisë të kutisë së materialeve të votimit. Ky është një hap i rëndësishëm që duhet të kryhet me kujdes dhe në pranitë të gjithë antarëve të GNV-s dhe vëzhguesve. GNV verifikon nëse në kutinë e materialeve të votimit ndodhet proces verbali i mbylljes së votimit dhe nëse ai është i plotësuar siç duhet. Ky proces verbal është thelbësor për të garantuar integritetin e procesit të numërimit. Nëse pas verifikimit konstatohet se proces verbali i mbylljes së votimit mungon në kutinë e materialeve të votimit, GNV-ja duhet të ndjekë një procedurë të qartë të dokumentuar. Në këtë rast, GNV-ja ja dorëzon raportin KZAZ-s. Ky raport dokumenton mungesën e proces verbalit dhe shërben si bazë për hartimin e një proces verbali të konstatimit nga KZAZ-ja. KZAZ-ja pasqyron këtë situatë në proces verbalin e konstatimit, një dokument që vërteton se proces verbali i mbylljes mungon dhe se ky fakt është dokumentuar zyrtarisht. Sekretari i grupit të numërimit shënon numrat e kodeve të sigurisë për mbylljen e kutisë së materialeve të votimit. Ky informacion dokumentohet në proces verbalin përkatës dhe futet në kutinë e materialeve, ndërsa një kopje i dorëzohet KZAZ-s. Pas përfundimit të kësaj procedure, numëruesi i parë vendos kutinë e materialeve të votimit pranë tavolinës së numërimit dhe merr kutinë e votimit përkatëse, numërimi i së cilës ishte pezulluar. GNV-ja rifillon numërimin e votave sipas procedurave të rregullta për numërimin e tyre. Nëse pas verifikimit, proces verbali i mbylljes së votimit nuk gjendet as në kutinë e materialeve të votimit ose nuk është i plotësuar sakt në të gjitha rubrikat e tij, grupi numërimit të votave, GNV, duhet të vazhdojë me kontrollet e mëtejshme. GNV-ja verifikon të gjithë dokumentacionin brenda kutisë së materialeve të votimit për të siguruar që nuk ka ndonjë gabim apo mungesë tjetër në dokumenta. Pas verifikimit të dokumentacionit, numëruesi i parë vijon me numërimin e fletëve të votimit të papërdorura dhe të dëmtuara për të siguruar që çdo dokument është në përputhje me rregullat. Numëruesi i parë gjithashtu numëron zgjedhësit që kanë votuar duke i krahasuar me të dhënat e tjera të regjistruara. Pasi numërimi përfundon, numëruesi i parë e komunikon rezultatin antarëve të grupit të numërimit dhe vëzhguesve të subjekteve zgjedhore. Nëse ndonjë antar kërkon rinumërim, numëruesi i parë është i detyruar ta rifillojë procesin për të garantuar saktësinë e të dhënave. Të dhënat e numërimit regjistrohen në tabelën për qendrën e votimit. Kjo tabelë përmban informacionin e nevojshëm për të konfirmuar përputhshmërinë mes dokumentacionit dhe numrit të fletëve të votimit. Sekretari i grupit të numërimit shënon numrat e kodeve për mbylljen e kutisë së materialeve të votimit në proces verbalin përkatës. Dokumenti futet në kuti, e cila më pas zbuloset me kode sigurie. Pas mbylljes së kutisë së materialeve të votimit, ajo vendoset pranë tavolinës së numërimit. Numëruesi i parë merr kutinë e votimit të qendrës përkatëse dhe përgatitet për të rifilluar numërimin e votave sipas procedurave të rregullta.